Përshëndetje miqtë e mi, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një figurë të njohur të shkencave sociale, e njohur nga televizionet, nga aktivitetet e saj në jetën e saj politike, por sot nuk do të flasim për politikë, do të flasim për gjëra shumë të thjeshta, për gjëra shumë bazike, të cilat ne i hasim për ditë. Sot do të flasim për prindërimin, për çiftet që bëhen prindër, por a din ata të rrisin fëmijë? Kam nderin të kem sot zysh Nora Malaj, do të them. Po të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë për ftesën, po njëkohësisht edhe për temën. Se shpesh herë flasim për gjëra të mëdha, po harrojmë që gjëja më e rëndësishme është familja dhe shtëpia. Gjithmonë themi shtëpia e ëmbla shtëpi dhe të gjithë duam të kthehemi ke shtëpia, po shtëpia nuk përbëhet nga muret. Shtëpia përbëhet nga prindrit që nuk i zgjedhim, po që na sjellin ata në jetë. Përbëhet nga të afërmit, motrat dhe vëllezërit, që është rrethi tjetër i dytë që ndikon shumë në formimin tonë. Përbëhet nga gjyshërit, përbëhet nga dajallarët, xhaxhallarët, hallat, tezet, që janë rrafët e shumë të rëndësishme të gjithë formimit të ciklit të parë të jetës së fëmijës. Dhe natyrisht secili nga këta luan një rol shumë të rëndësishëm në mirëritjen e fëmijës, në mënyrën e zakonit, në mënyrën e traditës, në mënyrën e gëzimit se si na presin kur vim në jetë, dhe në mënyrën se si rritemi në kujdesin, në këshillat, në debatet, në tërheqjen e vëmendjes, ndonjëherë edhe në agresivitetet e ndryshme. Dhe shpeshherë pyetja 1 milion që është ajo që ore, po ku ti ngjan ky fëmia im? Ndërkohë që bota ka treguar që fëmia jot është edhe i joti biologjik, po dhe i botës ku ai ka lindur. Që do të thotë ka tiparet e tua në genin familjar, trashëgon nga ADN-ja jote ose nga ADN-ja e familjarëve, dhe ndërkohë i gjithë cikli i edukimit të tij dhe i formimit të tij dhe i asaj që quhet shokët e fëmijërisë përbën gjithë ato që quhet pasuria e madhe e njeriut në vitet e para të jetës. Është shumë e drejtë gjitha këto që thatë juve, por kjo është një zyrë që vinë njerëzit me problematika të ndryshme, si këshillues familjar dhe si psikolog, natyrisht, i ndjej këto që thotë ju. Dhe kur unë këmbgul dhe them, prit se ke nisur keq që në fillim, nuk duan ta pranojnë. Por sigurisht me terapinë mund të rregullojmë shumë gjëra, nuk mund t'i bëjmë 100%, se është e pamundur, por mund të rregullojmë shumë gjëra. Megjithatë, pyetja është këtu. Vërtet ne lindim fëmijët tanë. Askush s'ta mësoi në jetë se si do t'i rrisim ata, si do t'i prindërojmë. Në shkollë fillore jo, në shkollë nëntëvjeçare jo, në shkollë të mesme jo, në universitet jo, në studimin pas universitare jo, dhe ja ku jemi përballë me fëmijët tanë. Zdim çfarë të bëj, nuk di, thot, nënë e re apo baba i ri. Më thuaj ti ç'të bëj. Unë ç'ti them? Në fakt ai e ka shumë drejt që është në dilema të forta, do të quaja dilema amletiane, pra të prindërosh, sot është ndoshta investimi më i rëndësishëm në atë që quhet kapitali human, po ndoshta është shkalla më e lartë e vështirësisë që nuk mund ta bësh dot vetëm, duhet ta bëjnë të dy prindrit bashkë, dhe duhet që e gjithë shoqëria të ketë vëmendje në këtë gjë. Në fakt më ka ulur si ke divani i atij psikologut, ku njeriu mundon dhe rrëfen, dhe ne të dy po e bëjmë Freudit, divani Freudit. Tamam, divani Freudit, dhe ne të dy po bëjmë fiks rrëfimin në vetë të parë për të kuptuar që nuk është se japim dot receta, po ndërkohë nga ana tjetër mund ta prekim problemin deri në themelin e saj. Dhe unë do ta quaja këtë e para si një problem të mbartur, se është drejt ajo që thatë ju, që neve nuk bëjmë dot prindërim nëpërmjet shkollës, pra nuk kemi marrë diplom për prindërim. Ndërkohë që mendoj që ka ardhur momenti që duhen disa manuale prindërimi, sepse bota sot ka nevojë që traditën ta marri, ta vendosi në ca manuale dhe ta përshtasim me kohën ku jemi. Çdo doja të thoja me këtë. Të gjithë prindrit kur bëhen prindër nuk janë përgatitur për këtë gjë. Dhe është shumë e rëndësishme të përgatitesh për çastin e prindërimit. Nëse ke vendosur, ajo hapi parë i raportit me dy njerëzve është raporti i marrëdhënies personale dhe krijimit të çiftit. Sigurisht mbas krijimit të çiftit pyetja që ju bëhet gjithmonë është, kur do na bëni një fëmijë, kur do bë. Fëmia nuk duhet vi se është nevojë e fisit.
dhe trashëgimisë fisnore. Fëmia duhet vi atëherë kur prindi e ndjen që duhet të prindëroj bukur. Pra, që duhet japi fëmijës kohën e tij, që duhet japi dhe vetes tij. Është angazhimi më i madh dhe unë do quaja është investimi më i madh në bankën e krediteve që ka njeriu në kapitalin human. Pra, jo investim vetëm në para, po investim në kohë, investim në vëmendje, investim në të mësuar dhe investim në faktin që para adoleshenca dhe adoleshenca tashmë janë shtyr në raport me kohën tonë, që do të thotë që fëmijët bëhen dhe më agresiv dhe do kujdes shumë të madh. Kam parë shumë prindër që janë dorëzuar dhe kanë ngritur duart edhe në zyrën time të këshillimit. Ndërkohë kam parë edhe shumë adoleshent që kanë një lloj frustrimi në raport me prindrit. Nëse e mban mend Fani, ka qenë filmi më i bukur i fundmit, që ishte filmi italian Adoleshenti, ku tregon raportet e të rinjve sot, pra të këtij brezit alfa dhe të këtyre çunave inj, që tashmë nuk i duan më këta çunat e lexuar, po i duan këta çunat e Zot, këta çunat që kanë një sjellje ndryshe, që janë ata trimat e rrugës, sepse është koha që edhe këtu ke ne për fatin ton të mirë apo të keq ka ardhur dhe duhet të kuptojmë filozofinë e gjës për të ndihmuar fëmijët. Nga ana tjetër shkolla, megjithëse që në teorinë e flasim, është vend edukimi, dëshirë e madhe për ta bërë edukimin, faktikisht e kemi kthuar në një vend që atje çohen vetëm për të mësuar ekuacionet, për të mësuar rregulla, për të mësuar gjithçka, por harrojmë çfarë ndodh me empatinë e fëmijës dhe jo më larg se sa dje kam dar pikërisht një informacion të tillë në Instagramin tim, kur pash cili duhet jetë modeli i shkollës dhe apo merremi një çik me aspektin emocional të fëmijëve dhe me mirëritjen e tyre. Unë them që nuk merrem fare. Morë fëmijëve që në kopësht mund të shpjegosh emocionet, mund të shpjegosh gjëra të thjeshta, të cilat bazik të njihen me psikologun, mos kenë turp, mos kenë frikë, sepse ajo që i mban njerëzit, mendoj unë, në këtë grack, është nuk ndajnë psikolog nga psikiatri. Që është tjetër dram kjo, mos të hyjmë asaj, po vim te prindërimi. Te prindërimi të gjithë çiftet, mendoj unë, flasin për atë dashurinë e bukur, do shkojmë këtu, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Në çast që u vjen fëmia përpara, hajde ato muajt e para se mjau mjau, iu, i bukur i mamit, i bukur i babit, dhe pastaj çfarë ti bëjnë? Në çastet e para, këtu fillon historia, që në fëmijëri. Historia në fakt fillon që kur konceptohet fëmia në barkun. Ai është tjetër histori pastaj. Sepse aty fillon raporti i aktit seksual është raporti më i rëndësishëm i qenies njerëzore. Dhe në mënyrën se si ti e bën aktin seksual, sa emocion ke, sa respekt ke për atë akt, dhe çfarë dëshire ke që mbas këtij akti të kesh mundësinë që të ngjisen dhe një fëmijë, lidhet me gjithë energjinë e përgatitjes së gruas dhe të burrit për të bërë prindër. Pastaj vjen momenti kur nëna mbetet shtatzan dhe babai duhet të jetë mbështetësi i parë, po jo vetëm mbështetësi i parë emocional, por mbështetësi i parë në gjithë 9 mujorin e fëmijës, sepse sot psikologët dhe studiuesit e botës së fëmijërisë së hershme thonë që fëmia e ndjen nënën dhe babain që kur është në barkun e nënës, nëpërmjet vibrimit të zërit, nëpërmjet dorës i përkëdhel barkun e nënës, nëpërmjet përkujdesit që janë për gruan shtatzan, nëpërmjet mirë ushqimit të saj dhe sidomos nëpërmjet emocioneve që ajo kalon. Të gjitha emocionet që kalon nëna shoqërohen me atë gypin që lidh dhe ushqen fëmijën, çohen edhe emocionet e fëmijës dhe rriten ato që quhen stereotipet e para të reagimit të fëmijës. Momenti i parë i daljes së fëmijës nga barku i nënës, atje ku ai është i sigurt, i garantuar, po që noton nëpër ujërat e placentës, mbasi del nga trupi i nënës, është momenti më i rëndësishëm ku nëna është tashmë e lodhur, por i jep ngorotësinë e parë dhe prandaj beben e vendosin te nëna, por prezenca e babait gjatë momentit të lindjes, që tashmë ka ndryshuar në raport me kohën tonë, e bën më të sigurt atë që quhet vibrimi emocional, sepse ne jemi qenie vibruese, që marrim dhe japim emocion me njëri tjetrin. Një baba që ka asistuar në lindjen e fëmijës,
e bën që fëmia nesër në raport me babain të ketë lidhje shumë të fortë. Është një lidhje e pashpjegueshme sepse të gjitha ato rrafët e emocionit që ka përjetuar si burri dhe gruaja, madje burri i përjeton, nëse gruaja i përjeton nëpërmjet dhimbjeve, por merr dhe kënaqësinë, burri merr emocionin ekstremit të dhimbjes së gruas, dhe ndërkohë kur del fëmia në jetë, nuk kam parë ndonjë burr që nuk është përlotur, që tregon që emocioni shumë i fortë e rikthen dhe burrin në atë që quhet fëmirinë e tij, atë fëmijën që ka brenda, që nuk e ka vrarë në subkonsciencën e tij. Dhe në momentin kur atë fëmia vjen në jetë dhe krijohet i gjithë atmosfera, pra ndërkohë në shtëpi është përgatitur shtëpia, janë përgatitur dhoma e bebit, janë realizuar ato festat para dhe pas për të nxjerrë gjinin, për të gëzuar fisi, në atë moment fillon edhe kalvari i gëzimit, po dhe i lodhjes, sepse nëna duhet marrë veten. Babai nuk është përgatitur shumë për këtë gjë. Lodhja fizike është, ndërkohë nga ana tjetër babai duhet jetë edhe në punë, duhet bëjë dhe aktivitete të tjera. Atëherë pa gjumë. Duhet rritë pa gjumë. Atëherë për të ndihmuar çiftin, hyn në rol prindërit e të dy palëve. Këtu fillon tani historia. Tani në rolin e prindërve të dy palëve, ose njëra palë, ose pala tjetër mundohen të japin recetat e tyre që kanë kaluar me fëmijët e tyre. Nga përvojën e tyre. Por ndërkohë prindërit kanë edhe frikrat, pra prindrit e rinj, po ndërkohë duan edhe ndihmë, po nuk duan ndihmë moralizuese. Duan ndihmë konkrete. Pra, prindërit gjyshërit në këtë moment, nëse kanë vendosur të ndihmojnë fëmijët e tyre, duhet të jenë shumë të qetë, nuk duhet marrin emocionin e ngarkesës, dhe ndërkohë duhet ta bëjnë shërbimin për aq sa i ka nevojë dhe ja u kërkojnë fëmijët e tyre, dhe pastaj të largohen në banesën e tyre, në mënyrë që babi dhe mami të vendosin një raport të drejtë me fëmijën. Duhet të kuptojmë që nëna pëson shumë transformime në trupin e saj, por dhe në emocionet e saj. E njëjta gjë ndodh dhe me babain, por në raportin e çiftit, raportet tashmë ka hyrë një tret në mes dhe nuk janë në vëmendje të njëri tjetrit, kështu që nëna merr gjithë kohën e saj të rritjes dhe babai duhet jetë asistuesi shumë i mirë, dhe shpeshherë thuhet që kur fëmia qetësohet më shumë është kur e merr babai dhe e vendosur në krahëror. Duke vendosur në krahëror qetësohen dhimbjet e barkut dhe fëmia tensionohet sepse ndjen rishtazi, rrymën që kalon nga siguria që i jep babai, dhe prandaj thuhet që nëna më jep gjithë shijet e botës, kurse babai është si një mal që kur vendos supin më jep sigurinë e botës. Dhe për këtë thuhet kur ndodhin rastet të dhimbjes, kur ikën nëna apo babai, babai të lë fukara, kurse nëna të lë jetim. Sepse lidhet pikërisht me këto lloj raporte që quhen raporte shumë të ngushta, që nuk i kemi vendosur ne të dy, por që na ka ardhur nëpërmjet traditës gjithë kjo histori. Derisa të kalojmë ke rritja, shpeshherë na duket sikur fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç duhet thjesht vetëm t'i mirëmbajmë në ushqim, në kujdesin e higjienës, në kujdesin e orareve, por ndërkohë harrojmë që këtu formohet karakteri, këtu formohet sjellja, këtu formohen fjalët e para, këtu formohet ajo që quhet mekanizmi i organit seksual të fëmijës për të identifikuar veten që është djalë apo vajzë, këtu formohen raportet e mënyrës së menaxhimit të emocioneve, ku ne të rriturit shpeshherë bërtasim ose qeshim me gjërat që thonë fëmijët, se fëmijët çuditërisht të gjithë qenet njerëzore kanë më përpara përthithin të keqen se sa të mirën. Dhe po ta vësh re, fjalët që janë me ngjyrë emocionale ose me pull të kuqe, që them unë, fëmijët i thonë në mënyrë të paditur dhe të gjithë të rriturit qeshin me një gëzim të madh që ai tha një fjalë, ndërkohë që ati kthehet në stereotip, se kur i jep këtë emocion, atëherë ai ka dëshirë ta përsërisi pa e kuptuar dhe nuk kupton që në fakt ajo nuk është fjalë e bukur, por nesër mund t'i kthehet edhe në bumerang, pra mund t'i kthehet edhe në vështirësi komunikimi. Këtu duhet menaxhuar raporti i nënës dhe babait. Duhet ata të dy të jenë po aq prezent, dhe duhet me njëri tjetrin të përdorin fjalë shumë të ëmbla dhe të kujdesshme. Fëmijët nuk janë nevrik, fëmijët i bëjmë ne nevrik. I bëjmë nevrik nga mënyra se si i ushqejmë, nga mënyra se si luajmë me ta, nga mënyra se si i trajtojmë ata, nga mënyra se si i përkëdhelim ata dhe nga mënyra dhe se si ju kërkojmë llogari atyre. Është shumë e thjeshtë ti vendosësh fëmijët në rregulla
dhe të thuash të rregulla janë strikte. Por secili nga ne, kur shef se si është mirë rritur, ka kuptuar që në ciklet të caktuara ka marrë dhe kode të caktuara. Janë disa gjëra që quhen tabu dhe që nuk thuhen. Ndërkohë që ne duhet të marrim kohën dhe të mos përdorim pjesën mekanike, pra që është dhuna, ose tërheqja e vëmendjes, ose veprimet mekanike me dorë po duhet marrim kohën për sqarimin e fëmijës. Fëmia edhe shumë i vogël kupton, po ti thuash që ti nuk do ta bësh këtë gjë. Po si puna e historisë së Pavlovit, duhet ta lësh që nganjëherë të marrë edhe ca eksperienca, po pa u plagosur apo pa u goditur, se ato lën plag në psikologjinë e tyre. Dakord, me ty jam shumë dakord. Problemi është që vetë prindrit nuk i kanë këto njohuri dhe vinë nga shtresat të ndryshme, nuk po them nga fshati, nga qyteti, se s'vë dallime të tilla, është absolutisht është e pa bukur kjo të themi, por nuk kanë ata njohuri të tilla dhe nuk dinë se si ta bëjnë këtë gjë. Ata mund të mos kenë njohuri të tilla, sepse nuk kanë prindëruar, për herë të parë prindërojnë, por ata kanë një informacion të paparë. Sot bota është kthyer në botë digjitale, megjithë që sot psikologët dhe psikiatrët thonë që digitalizimi do t'i krijojë një problem të madh njerëzimit, sepse do t'i japi tullca të gatshme, po nuk do t'i japi ushqim të gatshëm për të përpunuar mendjen dhe për të latuar shpirtin. Që do të thotë, është e nevojshme që e para të marrin informacion të bollshëm në instancat ose nëpërmjet rrjeteve, jo rrjeteve sociale, po atyre që quhen linke të dedikuara për mirëritjen e fëmijëve. E para, e dyta, është e nevojshme që shoqëria sot të krijojë ato që quhet klubet e prindërimit. Kur thua shoqëria, Zushep? Shoqëria universitetet. E kam edhe targetin e përcaktuar. Për shumë personalisht, ju kam thënë atyre të mive që punojnë në universitet, që ne duhet të ndërtojmë një kurs këshillimi për prindërimin. Kurs këshillimi për prindërimin për mosha të ndryshme. Edhe për mosha përpara se fëmia të vinë në jetë, ku ato janë kurse të ndryshme që përgatisin situate. Në Australi kanë pak muaj, 2-3 muaj ishte ajo, po kishte pak. Nuk ishte se kishte ndonjë zhvillim kështu të sepse isha interesuar nëse kishte atje, kisha një çift paracakosh, dhe më thënë ka, por është vetëm 2-3 muaj, ne kemi vajtur, por nuk është se morëm ndonjë gjë të madhe. Pra, është një mangësi dhe totale dhe botërore, nuk është mangësi vetëm në Shqipëri. Absolutisht, dhe unë mendoj që shqiptarët prap janë shumë vigjilent, se ne ende familje nuk e kemi të shpërbërë. Sot bota deri më tani. Shikoj. Sot bota ka shkuar që një fëmijë adoleshent mund lindi një fëmijë dhe ngelet i vetmuar. Sot bota ka krijuar problematika, prandaj thot planifikimi familjar në sjelljen e fëmijës. Dhe sot bota është bërë në një komercializëm, sa që dhe emocioni është kthyer në komercial dhe fëmia është kthyer në komercial, dhe ne kemi parë në ndarjet e çifteve se çfarë vuajnë fëmijët dhe çfarë problemesh kanë fëmijët. Sot prindërit kanë shumë të vështirë t'i asistojnë fëmijët në procesin e edukimit. E kanë të vështirë realisht. Sot prindërit e kanë shumë të vështirë të asistojnë në emocionet e tyre, dhe shpeshherë më ka ardhur në këshillat që ju kam dhënë, mamat me vajzat paradoleshente apo djemt me baballarët apo të raportet e ndryshme midis njëri tjetrit janë të tilla sa që sot dëgjon fëmijë në moshën 10 vjeçare që bëjnë garë kush e ka iPhone-in më të shtrenjtë, dhe ndërkohë jo më larg se përpara 2-3 ditësh kam dëgjuar një bisedë që thuhej midis 2 10 vjeçarëve që shoqja e tyre në shkollë kishte thënë që shiko, ti e ke shumë të mirë iPhone-in, po babi im do të ma marrë të 19, nuk e di sa janë këto numra, kam iden, i tha sepse baba im tha ka një biznes, dhe unë kur punoj ke babi, tha, sa herë që punoj ke babi më jep 900 euro në dorë. Kjo është, problemi është se prindit kujton se duke i dhënë para, kam bërë shumë video edhe për këtë, a duhet japim prindrit para fëmijës, a duhet të di fëmija sa pasuri kanë prindrit, apo mos të dinë sa pasuri ka prindrit. E kam trajtuar në disa video këtë. Por problemi është edhe në gjë tjetër, që ashtu siç thatë ju që janë prindrit, është dhe shoqëria ku prindrit i rekomandojnë fëmijët të rinë me fëmijë të caktuar, me shoqëri të caktuara, i çojnë në shkolla të caktuara, ata që kanë pasuri, do me thënë fillojnë të bëhet ai shtresëzimi i pasurisë këtyre fëmijëve.
disave në shkolla private, disa më të shtrenjta, disa akoma dhe më të shtrenjta. Kështu është kudo në botë, nuk po themi se ne po bëjmë të ndryshe. Por ka nga ata që kanë para, nga ata prindër që kanë para, dhe i çojnë në shkolla shtetërore. E vërteta është që nëse bota e ka të shtresëzuar pozicionin, pra një manjat i madh i cili ka të ardhura, jeton në një komunitet të veçuar nga komuniteti homeless, apo bën shkollat më të mira, po ta shohësh problematika nuk lidhen me mënyrën se si ata i komportojnë fëmijët. Kur vjen puna në jetën e përditshme, ata i vendosin të punojnë po i barabartë si ai punonjësi që e ka ai atje, sepse do të fitoj një qasje tjetër në mënyrën e edukimit dhe të shkollimit. Ndërkohë që këtu kemi shtresëzim artificial. Jo çdo kush që është bërë me para është intelektual. Dhe jo çdo kush që është bërë me para është nga ato familjet. Pra, dikush do të përfitoj statusin, dhe statusin e fiton nëpërmjet një paras, e përfiton nëpërmjet një çante, e përfiton nëpërmjet një veshje. Aq sa po lexoj ajo më larg se para se të vija këtu, shteti francez ka vendosur që në shkollat, në të gjitha shkollat publike dhe jo publike, të ndaloj veshjet e fëmijëve me bluza firme. Dhe të detyroj që të gjithë fëmijët të vishen me uniform. Kjo tregon që kemi arritur në një moment ku duhet t'i themi edhe lart formës, por më shumë lart përmbajtjes. Se deri tani po e shesim veten më shumë se sa vlejmë, dhe po krijojmë një kakofoni emocionesh, sa që fëmijët po i vendosim në udhkryq të madh të pështjellimit të ndjenjave, të emocioneve dhe të keqëritjes. Ashtu si kurizi po ju rëndon nga çantat globaliste që mbaj në kuriz me librat e mëdhaja, dhe po ju prishet ajo që quhet shtylla vertebrare, ashtu po ju prishet dhe shtylla e shijes së raporteve sociale. Ne në shkollë nuk mësojmë për empatin. Dhe ç'është empatia? Raportet që duhet kesh me shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ne në shkollë nuk mësojmë për të luftuar bulizimin, e themi teorikisht, po praktikisht jemi shumë larg. Ne shkollën e kemi kthyer në rregullin që kush del ke tabela e nderit që merr maksimalen. Atëherë pyetja ime është, pse ka shumë matore notash nga 4 deri në 10? Dhe pse vendet më të zhvilluara që janë sot në botë, si Japonia, si vendet tjera nordike, deri në klasën e 5 të 6 nuk kanë nota fare dhe nuk bëjnë fare teste. Kanë qëllim që fëmijëve t'ju mësojnë raportin njerëzor, raportin social, raportin human, bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe disa baza kryesore të dijes. Kurse ne di çfarë na ndodh, meqense jam e njoh mirë përmbajtjen dhe programin e arsimit. Nga parashkollori deri në klasën e 9, i japim të njëjtin ushqim si lopët ripërtypse dhe ju kemi futur koncepte të cilat ata nuk i konceptojnë në jetën e përditshme, duke u nisur nga fjalori kufizuar që kanë, duke u nisur nga njohja që kanë, dhe gjërat praktike që lidhen me lulen, me diturinë e natyrës, me historinë, nuk ja u kthejmë në praktika, po ja ku kthejmë në pjesë teorike që mundësisht ta thojnë fjalë për fjalë si libri dhe aty marrin suksesin e garantuar. Kësaj i thonë të krijosh matrioshka, që dalin nga njëra tjetra, pra siç është modeli mësues dalin dhe modelet e tjera, dhe ndërkohë fëmijët kthehen të frikur në dijen dhe nuk kanë mundësi që ta shpalosin me gjithçka nga ajo që dinë dhe papritur kapen ke bota që është bota përtej normales, ke bota internetit, ke bota Facebookut, ke bota e padijes dhe ne nxjerrim fëmijët tanë analfabet funksional dhe analfabet emocional. Sigurisht. Të gjithë prindrit gëzojnë kur fëmia merr nota të mira. Ju duket sikur i kanë marrë ata notën e mirë dhe harrojnë që nota e mirë është një stimul për atë, por realisht ky fëmia a ka logjik? A e kanë provuar ndonjëherë të ketë logjik fëmia? A e kanë provuar ndonjëherë që të ketë fëmia aftësi për të krijuar, për të lexuar? Mua mbeshta ime në klasën e 3 më ka befasuar kur kishte shkuar një tregim akullorja bulizuese. Isha ulur në zyrke unë dhe tregimi fillonte që teta
shitësia po dëgjonte që akulloret po bërtisin me njëra tjetrën, se ajo me Oreo i thoshte kësaj me bistakjo, unë jam më e mirë, ti je më e mirë, dhe duke dëgjuar të ta shitësia tha, ore mos e kam unë fajin, dhe u kuptua që fajin e kishte te ta shitësia që nuk i vinte dhe t'i ndronte këto njëra mbas tjetrës. Kur filloi t'i ndronte, kalamajt i morën të gjitha. Dhe moralin që kisha vënë në fund ajo, ishte, ne nuk duhet të bulizojmë njëri tjetrin. Mua kjo më tronditi. Për te aftësisë së saj, për fantazin, ajo kishte ndjerë diçka që në eter atje në mjedisin ku ajo jetonte, ose ku jeton, ka një bulizim të kësaj shfaqje moderne, moderniste, ku nuk mund të jenë të gjithë të barabartë, po duhet të jetë njëri yll, tjetri shkëlqim edhe të tjerët. Jo, nuk është kështu. Kështu nuk funksionon, se bëhet shoqëria agresive dhe kthehemi ke këto alfa, beta, zeta, ke kjo terminologji bashkohore që është bërë tani, që ka hequr tipat dhe karakteret, 4 karakteret kryesore të njeriut, dhe i ka kthyer prindërit në frikra të jashtëzakonshme për të mos ditur si të menaxhojnë fëmijët e tyre. Aq sa ndonjëherë dorëzohen dhe fëmijët ju krijohet anoreksi nga situatat, sidomos në fazën e para pubertetit, që është faza më e vështirë, pra është ajo nga mosha 10 deri në 12 vjeç ku kemi fazën e rritjes, po ndërkohë kemi fazën e paraadoleshencës dhe duhet shumë hormonet e vinë valle në trupat e tyre. Hormonet bie ajo ora biologjike që thuhet, edhe për djalin dhe për vajzën, dhe tani në interesat që kanë, si do t'i ndihmojmë këta fëmijë që të mos bëhen shkencëtar, po të bëhen qytetar. Se të bëjë shkencëtar bëjnë 1, 2, 3, nuk janë gjithë shkencëtar, por duhet ta harrojmë dhe një thënie tjetër, që brenda njeriu flegjeniu, dhe që ta ngacmosh gjeniun, duhet t'ia krijosh jetën të sigurt, të garantuar nga ajo që quhet emocioni dëmshëm, që shpesh herë fëmijët shkojnë aty ke cepit dhe qajnë, dhe ti nuk e kupton pse qan ai. Jo vetëm ajo që qajnë, po qajnë dhe prindit pas tyre, që s'din të japin dum asaj që i kanë ndodhur dhe s'din, dhe ngelen pastaj në këto rrjetet sociale, lexo këtu, lexo atje, dhe do të thosha këtë që shpesh herë njerëzit shikojnë ose gabimisht, nuk duhet të them se të gjithë tani kanë një celular, bëjnë video të gjithë kanë atë, duhet një seleksionim nga ato që zgjedhim, ato që shikojmë. Sepse te videot që bëjmë ne nuk është se shërojnë. Japin një orientim aty këtu, me ato pak minuta që kemi nuk mund të edukojmë aq sa mundet të edukonin. Shkolla nuk bën fare me këto, i mëson sa i gjatë është lumi Nilsa, është Amazonas, si bëhet fotosinteza, si është kjo, dhe nuk i mësojnë se si të komunikojnë njëri me tjetrin, se si duhet të flasin, si duhet të përgjigjen. Mësojnë lloj-lloj budallëqe që s'do t'i duhen, teorema e ku dëgjon, formula pafund, dhe nuk i mësojnë gjërat kryesore se si do të rrim njëri me tjetrin, si të komunikojmë njëri me tjetrin. Në fund fare, Zysha shkruan notën, ja hodhe, hajde vllai, suksese në vitin tjetër, shkojnë gjimnaz po më keq, në shkollë të lartë po më keq, shu kuptua nga hyri nga dole i fëmijë, dhe të gjitha këto janë të ngarkuara. Unë i shikoj të rinj që vinë të ngarkuar. Një nën më shkruan dhe sot në mëngjes, nuk di ç'të bëj me vajzën time. E kam 20 vjeçë, i them, çau të vesh në shkollë, jo nuk vete. E po do vesh në punë, jo as në punë. Dua të vras veten. 20 vjeç. Ajo mund të ketë probleme të tjera, mund të ketë depresion, mund të ketë gjëra të tjera, po ç'të bëj nëna tani? Do vej në punë, ta ketë mendje të vajza, ti lër cigare, çfarë të bëj ajo? Është dilema më e madhe që ju ndodhin prindërve dhe që bashkë me rritjen e fëmijëve rriten edhe prindërit dhe shpesh herë ata vjen në dilema shumë të forta. Në dilema shumë të forta se që nuk din ku ta gjejnë rrënjën e problemit dhe ku ta kuptojnë se cili është problemi. Kjo lidhet edhe me një gjë tjetër, i dashur miku im, lidhet edhe me kohën që harxojmë ne me fëmijët. Shpeshherë ne kemi kohë të pakta, do me thënë, ne si prindër, të flas në mënyrë gjenerale, kryejmë detyrat bazike, që t'i lëm një ushqim të mirë, t'i lëm një shtëpi të rregullt, të dalin të veshur të rregullt, t'i çojmë në shkollë, të kërkojmë llogarinë në fund, çfarë notat morën, dhe të pyesim pak për emocionet që ata ndajnë. Dhe po t'i shohësh fëmijët në përgjithësi nuk ndajnë emocionet me prindërit. Mundohen që të tregojnë, të fshehin. Kjo tregon e para që nuk kanë besim. E dyta që janë shumë të ngarkuar dhe nuk din si ta ndajnë
mendimin që ata kanë. Për këtë arsye prindrit kanë nevojë për këshillues, se unë dhe ju nuk bëjmë gjë tjetër, ne thjesht këshillojmë ata që të hynë në këtë rrugë të vështirë që rrallë mund të shkohet, po që nuk shkohet dot vetëm. Do patjetër këshillues për të shkuar. E treta që është shumë e rëndësishme është që në stuhit emocionale të fëmijës, ato stuhi janë dhe me prindrit, se prindrit janë, vajzat janë 20 vjeç, prindrit janë 50 e ca vjeç, dhe fillojnë cikli i nënës. Janë fëmijë të rritur, dhe prindrit janë fëmijë të rritur, kaq. Dhe prindrit janë, pra nëse fëmijët kanë kaluar adoleshencën ose në fundin e tyre në mirëritjen, prindrit janë në fazën e andropauzës, menopauzës, dhe kanë dhe ato drejtijet e tyre, dhe në të gjithë të drejtyrje nuk e di pse shfaqet fundorja jotja, që lidhet prapë dhe rikthehemi ke fëmijëria. Dhe unë prapë dua të them, baza kryesore e edukimit të fëmijëve është dashuria që ti investon ke fëmijëria. Më mirë jepi më pak bukë, po jepi shumë dashuri. Më mirë jepi më pak rroba të shtrenjta, po jepi shumë siguri. Më mirë luaj me të dhe nuk ka rëndësi se sa gjëra të bukura do veshi apo sa kordele do veshi, po të mos mërzitesh kur ai bëhet me balë, kur i grisen pantallonat, apo kur i griset getat, apo kur i griset fustani, dhe duhet të kemi shumë kujdes ke qortimi. Është shumë e rëndësishme fjala e prindit te fëmia. Nuk të hikën për jetë të jetëve, të ngjelet vath në vesh çdo veprim që ti bën në mënyrë të pakujdesshme, se nuk duhet të harrojmë dhe një gjë. Jetojmë në një shoqëri shumë të stresuar. Sot bota është stresante. Dhe ne kemi një shoqëri. Është bërë një fshat i madh. Jo vetëm fshat, e kemi stres emocional. Unë them, jetojmë në një shoqëri ku tranzicioni të zgjatur na ka sjellë edhe stresin e paimagjinueshëm. Pra, ke stres në punë, prindi ka stres kur shkon në punë, ka stres kur vjen në shtëpi, ka stres kur merr ushqimin, ka stres kur lëviz, ka stres kur do bëj detyrat me fëmin, shikon që nuk i ndjek dot më, është një program që nuk e ndjek dot më, e vendos me ca zysha të tjera, ndërkohë nga ana tjetër pret rezultatet pasi after school-i është kthyer në një barë të jashtëzakonshme për prindrit dhe ndërkohë në tullsa të rrezikshme për fëmijët, sepse fëmia bëhet pasiv dhe jo aktiv, dhe në një farë mënyrë krijojmë realitete irreale. Këto realitete irreale bëjnë keq prindërim. Prandaj këshilla ime e dytë do ishte që le të jemi prindër jo të përsosur, po le të jemi prindër që i dashurojmë fëmijët tanë, që besojmë ke fëmijët tanë, që nuk i krahasojmë me të tjerët, se gabimi më i madh është kur i krahasojmë me të tjerët, që i kuptojmë kur ata nuk janë mirë, që nuk i bërtasim kur ata kanë marrë një notë negative, sepse nuk kanë qenë mirë, se në fund të ditës edhe ju prindër nuk keni qenë të shkëlqyer të gjithë. Edhe ju keni marrë nota, dhe vendosuni në atë pozicion kur keni qenë vetë, që i masakrojmë me fjalë, se nuk dua të them kur përdorim edhe dhunën fizike, që është e palejueshme, por që është e tmerrshme, sepse në egon tonë ne i duam më të mirët. Në fakt ata janë më të mirë se ju, se janë rritur, po rriten më mirë se ju, po rriten në kohra të tjera dhe kanë guximin që ta përballojnë këtë jetë sfidante, që ne shpesh herë na ka vendosur në ato që quhet presionin e jashtëzakonshëm për të fituar paranë. Shpesh herë duke rendur pas paras dhe nga jetës më të mirë, kemi haruar që fëmia nuk ka nevojë vetëm për kushtet glamure, pra me shkëlqim. Fëmia ka nevojë për t'i treguar një prallë të bukur, për të treguar një histori nga jetja jote, për të treguar se si ti ke dështuar, po se si nëna apo babai ju të ndihmoi, për të kuptuar që ti mund të qash bashkë me fëmijën, kur fëmia është e lënduar, për t'i thënë që, shiko, unë jam aty me ty, por ti kur të shkosh të përballesh me mësuesit, ti u tregosh mësuesve sa i shtrenjtë është fëmia jote për ty. Dhe nuk është i shtrenjtë nota e fëmijës, po është i shtrenjtë ashtu siç për mësuesit që janë fëmijët e tyre të shtrenjtë, dhe duhet i kërkosh mësuesit të ndihmojë të prindërosh, duhet ju kërkosh prindërve tuaj të ndihmoni si të prindëroni, dhe nëse e shikoni që e keni të vështirë, gjeni njerëz që mund t'ju këshillojnë për të prindëruar mirë, pa patur frikë nga e vërteta.
e vërteta të dhëmë, por e vërteta duhet thënë. Pra, nga njëherë në themi të vërtetën e dua, po nuk dua të ma thuash. Ndërkohë ka ardhur koha që të themi të vërtetën e dua të ma thuash, po ma thuaj but, që unë ta kuptoj se deri ku unë jam gabim, pa më thënë që unë jam gabimi, dhe të më qortosh me dashuri prindërore, ashtu si ti ta qortosh fëmijën tënd me dashuri prindërore. Në fund të ditës, gjëja më e bukur që kemi ne me njëri tjetrin është raporti human. Është i vetmi raport që mban të lidhur qenien njerëzore. Kur ikim nga kjo botë, asgjë nuk marrim, po lëm një gjë shumë të madhe, kujtimin, dhe nuk ka njeri që nuk thot, gjyshi im më ka thënë, gjyshja ime më ka thënë, babai i më thoshte, mamaja ime më thoshte. Pra këto janë modelet kryesore të prindërimit. Ashtu duhet bëheni dhe ju, që nesër mos ju urrejnë fëmijët tuaj, por që dhe ju të fitoni misionin më të madh të njerëzimit, që është fëmia, shoqëria dhe jeta. Asnjë fjalë më shumë. Zyrtnora, të falenderoj shumë. Unë të Na falenderoj kënaqe. shumë. Shumë mirë Besoj njëri. që dhe ata që na shikojnë të jenë kënaqur, rrofshim të paqin dhe na ndriçofsh kështu për herë. Të gjithëve bashkë dhe unë ju falenderoj shumë për misionin që keni marrë përsipër. Sepse nuk është e thjeshtë, por ja ku jemi ne të dy, nëse ne kemi mundësi, jeni të mirë se ardhur të vini ke ne, për të dhënë maksimumin ton në drejtim të këshillimit për gjithë problematikat që ne mendojmë, unë gjithmonë e kam, se për këtë jam edhe specializuar në psikoterapinë pozitive, se mendoj që nëse gjërat shikojmë me pozitivitet, nuk ka gjë që nuk zgjidhet në këtë jetë. Këtu po e mbyllim këtë podcast, miru takofshim në podcastet e tjera.